Të gjithë e kemi dëgjuar, apo jo? Të shikosh është të besosh. Po sikur të mos ishte kështu. Ç'ndodh ndodh kur sytë tanë, madje sytë e qindra njerëzve, shohin diçka që në fakt nuk ka ndodhur kurrë? Pikërisht këtu do të thellohemi. Do të zbulojmë se si truri ynë në fakt e ndërton realitetin, edhe pse ajo që shohim është shpesh më shumë një histori se sa një fakt i ftohtë. Pra, kjo është pyetja kryesore, apo jo? A mund të besojmë gjithmonë shisave tona, apo ndoshta është e kundërta që besimet tona formojnë atë që shohim? Për ta kuptuar këtë më mirë, le t'i hedhim një sy disa rasteve vërtet të çuditshme. Imagjinoni pak skenën, qindra njerëz, krejt të ndryshëm nga njëri tjetri. Të gjithë betohen se pan të njëjtën gjë tronditse, një raket që godet dhe rrëzon një avion. E megjithatë, pas një hetimi super të thelluar nga FBI dhe autoritetet e transportit, konkluzioni ishte: zero prova për raket. Asnjë. Atëherë, lind pyetja: çfarë pan vërtet gjithë ata njerëz? Mos ishte thjesht një lloj iluzioni masiv? Dhe kemi një tjetër shembull kaq të habitshëm. Përhapet lajmi se një panda e kuqe u arratit nga kopshti zoologjik. Dhe papritur çfarë ndodh? Të gjithë fillojnë ta shohin kudo nëpër qytet. Por e vërteta ishte, le të themi, tragjike dhe shumë e thjeshtë. Panda nuk ishte larguar kurrë. Nga raketat fantazmët e pandat e ndaçake, këto raste na çojnë në një përfundim të vetëm, disi të pashmangshëm. Perceptimi ynë është thellësisht i gabueshëm. Mirë, atëherë, le të futemi pak më thellë, si ka mundësi që ndodhin këto gabime masive? Për ta kuptuar, duhet të shohim si funksionon vërtet truri. Mendojeni kështu, nuk është një regjistrues pasiv si një kamerë sigurie. Jo, është një tregimtar aktiv. Dhe pse? Thjesht për mbijetesë. Është shumë më efikase të krijosh një histori të shpejtë, një histori mjaftueshëm të mirë për të reaguar ndaj një rreziku, sesa të presësh për një regjistrim perfekt për të ngadalë. Edhe pikërisht këtu qëndron ndryshimi kryesor. Shumica prej nesh shpriremi të mendojmë se truri është si një kamera apo jo, që thjesht regjistron botën me besnikëri, por realiteti është se truri vepron më shumë si një artist. Imagjinoni, merr vetëm disa copsa të vogla informacioni nga shqisat dhe i përdor ato për të pikturuar një tablo të tërë, një histori që t'ingullon e besueshme, por që jo domosdoshmërisht është e saktë. Këtu jemi në zemër të çështjes. Perceptimi nuk është, le të themi, një dritare e pastër nga ku shohim botën. As pak, është një proces ndërtimi, një proces aktiv. Truri ynë vazhdimisht bën supozime, mbush boshllëqet, gjithçka për të krijuar një kuptim që duket logjik. Dhe pikërisht këtu, në këtë proces ndërtimi, ndodhin të gjitha gabimet dhe shtrembërimet. Okej, le të kalojmë tani te provat konkrete. Si na mashtrojnë saktësisht shqisat tona? Sepse kjo nuk është thjesht një teori abstrakte, apo jo? Kjo ndodh çdo ditë në mënyra që shpeshherë as nuk i vëmë re. Do të shohim dy kategori kryesore të këtyre iluzioneve. Kemi së pari ato që mashtrojnë vetëm sytë tanë, dhe pastaj kemi ato më të çuditshmet, ku një shqis arrin të ndikojë, madje të ndryshojë një shqis tjetër. Iluzionet optike janë shembulli perfekt për këtë. Nuk janë thjesht lojra argëtuese, e dini? Ato janë si dritare të vogla që na lejojnë të shohim se si funksionon truri. Në thelb, ato shfrytëzojnë rregullat dhe supozimet që truri përdor për të kuptuar botën dhe i kthejnë këto rregulla kundër tij. Është njësoj si të gjesh një bug në software-in e trurit. Dhe ky eksperiment, tregon në mënyrë perfekte se si një shqis mund të dominojë plotësisht një tjetër. Po flasim për ekspert të trajnuar me një ndjenjë shijeje super të zhvilluar që u mashtruan totalisht nga ngjyra. Sytë e tyre i than trurit: "Hey, kjo është vere kuqe." Dhe truri thjesht e bëri shijen të përputhej me këtë ide, duke injoruar komplet sinjalet e vërteta që vinin nga gjuha. Ja ka që fuqishme është ajo që shohim. Okej, tani le të kalojmë te diçka edhe më e çuditshme. Nëse shikimi mund të na ndryshojë shijen, a mundet vallë të ndryshojë edhe atë që dëgjojmë? Përgjigja është një po absolutisht befasuese. Bëuni gati për diçka vërtet të pabesueshme. Ky njihet si efekti McGurk. Funksionon kështu. Nëse dëgjohet një tingull, le të themi ba, por në të njëjtën kohë shihet një video e dikujt që bën lëvizjen e buzëve për fa, truri e ndan diferencën dhe personi dëgjon fa.
Do me thënë, truri rregullon në mënyrë aktive ato që dëgjohet, vetëm e vetëm që të përputhet me ato që shihet. Ky është një shembull i jashtëzakonshëm i trurit që përpiqet të ndërtojë një realitet të vetëm, të unifikuar edhe kur të dhënat që merr janë kontradiktore. Por e gjitha kjo nuk lidhet vetëm me mënyrën se si truri ndërton realitetin nga të dhënat shqisore. Jo, roli i vëmendjes është po aq, në mos më shumë, vendimtar. Pra, çfarë ndodh me të gjitha ato gjëra që truri thjesht zgjidh të injorojë? Ky koncept është absolutisht thelbësor. Ne jemi praktikisht të verbër ndaj gjërave të cilave nuk u kushtojmë vëmendje. Edhe nëse diçka është tamam para syve tan, nëse truri e ka filtruar dhe e ka etiketuar si e parëndësishme, ajo gjë bëhet krejtësisht e padukshme. Dhe ja ku vjen pika kryesore. Në ato eksperimentet e famshme, ku njerëzve u kërkohet të përqendrohen tek një detyrë, si për shembull të numërojnë pasimet e basketbollit, rreth 60% e tyre, pra më shumë se gjysma, nuk e vënë re fare diçka aq absurde sa një person i veshur me kostum gorile që kalon nëpër skenë. Vëmendja e tyre e fokusuar krijon një pikë gjigante të verbër, duke e bërë gorilën thjesht të padukshme. Kjo na sjell direkt te miti i madh i multitaskingut. Ne mendojmë se po bëjmë dy gjëra në të njëjtën kohë, por në realitet truri ynë thjesht po kërcen sa nga njëra detyrë tek tjetra me një shpejtësi marramendëse. Dhe çdo kërcim i tillë ka një kosto, harxhon kohë dhe energji mendore. Jap se performanca bie në pikë të hallit sa herë që përpiqemi ta ndajmë vëmendjen tonë. Dhe ulëmtimet tregojnë një fakt vërtet befasues. Vetëm 1% fare vogël e popullsisë, diku te 2.5%, mund të bëjnë multitasking pa pasur një rënje të madhe në performancë. Për pjesën dërmuese, pra 97.5%, përpjekja për të bërë multitasking thjesht do të thotë të bësh dy gjëra, por të dyja keq. Dhe ja ku vjen ironia e gjithë kësaj. Studimet kanë zbuluar se pikërisht ata njerëz që mendojnë se janë më të mirët në multitasking, janë në fakt ata që pësojnë rënjen më të madhe të performancës kur e provojnë. Do me thënë, sa më shumë dikush mendon se është i zoti në këtë gjë, aq më keq është në të vërtetë. Edhe vetbesimi i tyre në këtë rast është një iluzion. Mirë. Pra, çfarë kuptimi praktik ka e gjithë kjo për jetën tonë të përditshme? E po, pasojat janë vërtet të thella. Ato prekin gjithçka, duke filluar nga sistemi ynë ligjor e deri te ndërveprimet më të thjeshta të përditshme. Duke marrë parasysh gjithçka që tham deri tani, nuk është as pak çudi që dëshmia okulare është kaq e pabesueshme. Truri ton thjesht nuk i pëlqejnë boshllëqet në kujtesë, kështu që çfarë bën? I mbush ato. I mbush me detaje që duken të besueshme, por që shpesh janë thjesht të sajuara. Ky proces njihet si konfabulim dhe është njësoj si një shkrimtar që shton skena në një histori për ta bërë më të plot, pa e kuptuar fare se ato skena nuk kanë ndodhur kurrë. Dhe pjesa më e çuditshme, ne as nuk e dimë që po e bëjmë. Pra në fund të ditës duhet ta përmbysim drejtësisht mënyrën si e mendojmë këtë gjë. Nuk është të shikosh është të besosh. Jo, është të besosh është të shikosh. Janë pritshmëritë tona, besimet tona, ato që formojnë në mënyrë aktive ato që ne perceptojmë. Perceptimi ynë nuk është një dritare e pastër, është një histori e ndërtuar me kujdes nga truri. Kështu që, herën tjetër që dikush ndihet 100% i sigurt për diçka që ka parë me sytë e vet, ndoshta ja vlen të bëjmë një pauzë. Të pranojmë që kujtesa nuk është një regjistrim i pastër, por një rindërtim, një histori e krijuar nga truri. Dhe ta kuptosh këtë gjë nuk na bën më pak të aftë. Përkundrazi, na bën më të mençur, më të përullur dhe më të hapur ndaj idesë se realiteti mund të jetë shumë më kompleks se sa duket në pamje të parë.